Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni gjumë, atëherë hani pak nga ky frut dhe do shpëtoni nga pagjumësia. Gjumi jo i qetë, i parahatshëm dhe jo çlodhës, të gjithë hasin probleme me gjumin, ndërkohë që është një nga faktorët kryesorë të gjumit jo të qetë, i cili lidhet edhe drejt për drejt me mënyrën e të ushqyerit. Dietologë dhe studime të shumta kanë treguar se disa ushqime të cilat konsumohen para se të flemë ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe përrjedhoj, ato e ndihmojnë organizmin dhe trupin që të çlodhet dhe të relaksohet gjatë orëve kur është në shumë. Efektet e bajameve në përmirësimin e gjumit. Një nga produktet më të rekomanduara janë bajamet. Midis ushqimeve të gjitha, bajamet përmbajnë disa përbërës që ndikojnë direkt në përmirësimin e gjumit. Konsumimi i bajameve e ndihmon trupin që të gjejë menjëherë qetësinë e nevojshme për të rënë në gjumë. Bajamet janë të pasura me proteina dhe izolojnë urinë e tepërt në darkë, por më shumë se sa frenojnë urinë, ato përmbajnë 5 elementë rëndësishëm ushqyes të cilët përmirësojnë gjumin. Të pestë këto elementë bashkë veprojnë duke i shndërruar bajamet në një ushqim të fuqishëm, të cilët do të shmangin urinë e tepërt, qetësojnë muskujt dhe nervat dhe do t'ju ndihmojnë ju për të patur një gjumë sa më të mirë. Ndaj dhe nuk ka asnjë çudi përse bajamet konsiderohen si një super ushqim. Këto janë elementë të cilët nxisin gjumin e mirë. Triptofani. Triptofani është një aminoacid i cili prodhon dy neurotransmetues kyç, melatoninën dhe serotoninën. Melatonina ndihmon në mirëmbajtjen e regjimit të trupit që ju të flini në darkë dhe të zgjoni në mëngjes. Serotonina ndihmon në rregullimin e humorit duke larguar stresin dhe duke ndihmuar gjithashtu në një gjumë sa më të mirë. Bajamet janë ndër produktet më të pasura gjithashtu me triptofan dhe ato janë tepër të rëndësishme për pagjumësinë. Magnezi. Studimet kanë treguar se mungesa qoftë edhe një sasi e të vogël magnezi ndikon në një gjumë të parahatshëm. Magnezi gjithashtu ndihmon edhe në funksionimin e mirë të muskujve duke nxitur çlodhjen gjatë gjumit. Kalciumi. Rritja e nivelit të kalciumit rrit hormonin melatoninës, çka nxit përgjumjen. Studimet tregojnë gjatë gjumit të thellë niveli i kalciumit në trup është shumë i lartë. Niacina. Stresi çon në ankth dhe depresion dhe të dyja këto fenomene ndikojnë negativisht në gjendjen e humorit duke sjellë pagjumësinë. Niacina luan një rol kyç në rregullimin e stresit duke ndihmuar në çlirimin e ankthit dhe depresionit dhe duke nxitur një gjumë akoma dhe më të mirë. Proteina. Sa më gjatë të qëndroni pa ushqim, aq më shumë niveli i sheqerit në gjak do të ulet. Ky është një fenomen dhe një ndër shkaktarët kryesorë të zgjimit tuaj në mes të natës. Duke konsumuar një produkt i cili në përmbajtjen e tij ka proteina, zgjimi pa pritmas natën do të shmanget. Stresi i përditshëm ka ndikim në orët dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës do të kthehen në prioritet për çdo që ka orë të lodhshme pune. Ato që kanë probleme me pagjumësinë munden që të provojnë çajin me banane të ziera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm, sidomos në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe ai siguron qetësi. Siguroni që të përdorni banane e cila është 100% organike dhe të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanellë. Përgatitja. Së pari ju duhet që të prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni
në një tenxhere me ujë të valuar së bashku me lëvozhgën. Lëreni atë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në një kulles. Shtoni pak kanellë dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e gjumit dhe sigurisht ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe njëkohësisht tepër e dobishme për shëndetin. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe një gjum i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa ne të ushqehemi shëndetshëm. Fatkeqësisht shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumsinë, në mënyrë që trupi juaj të pushojë dhe të mbush bateritë e tij për ditën e nesërme. I nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që ju pini para gjumit mundet që të ketë një efekt dhe një ndikim nëse ju do të jeni në gjendje të bini në gjumë dhe për këtë rekomandohen disa mjete natyrore dhe pije të cilat do t'ju bëjnë ju që të bini në gjumë menjëherë pasi ju të vendosni kokën në jastëk. Ujë. Pija e parë e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe jo pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaji bimor. Çaji bimor përpara gjumit është me të vërtetë efektiv duke dhënë një efekt qetësues në trup. Veçanërisht rekomandohet pikërisht çaji i borzilokut, i cili ka një efekt qetësues në shëndetin tonë dhe në mendjen tonë. Gjithashtu, kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti i ngrohtë përpara gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Për të ulur shijen e laktozës mund të përzieni në të një lugë çaji mjalt, karafil, kanellë ose shafrani indis, i cili ka një efekt antiinflamator. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia dhe një studim i kryer me gra rreth moshës 50 vjeçare tregoi se ato të cilat pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë se ato që nuk pinin. Qershitë janë të pastura me përbërës që lidhen me gjumë tepër të shëndetshëm. Gjithashtu, pagjumësia mund të shërohet përmes rrugëve natyrale, pa përdorur asnjë lloj tablete. Qumshti dhe mjalti janë një ilaç hyjnor kundër pagjumësisë. Një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt është receta ideale kundër pagjumësisë dhe nëse para gjumit ndjeni uri, më së miri do të ishte që ju të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate siç janë buka integrale, produkte nga mielli, farëra të cilat mund t'i kombinoni me mish gjeli dhe kos. Personat që lëngojnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë kohës së fundit të ditës të shmangin djathtrat e fortë, peshkun e thatë, të kriposur, të konservuar, sallam, mishin e thatë, lakrën e thartë, tranguj të konservuar, ullinë, çokoladën dhe spinaqin. Ushqimet e përmendura përmbajnë tiramin, molekula e cila stimulon lirimin e neuropinefrinës, stimuluesin e trurit i cili na mban në zgjuar. Kafja dhe alkooli nuk është e nevojshme as që të përmenden, mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.